servono Ik ben echt wel zo erg aan het Oké, goed hoor. Mr. Prime Minister, Mr. Caprizo, let me introduce you to the mayor of the town in Fairview, New Jersey. Shettare, vedete? Excuse me, guys. Ja, just keep up. E mbushur me personalitete që kanë ardhur për të respektuar atë kursin, por për të ndihmuar për të respektuar shtetin Republikën Demokratike e Kosovës. I nderuar zoti kryeministër, mirënjohje për gjithçka që bëni për të nderuar pranishëm përveç komunitetit shqiptar amerikan nga New Yorku deri në Michigan dhe Florida. Faleminderit që keni ardhur në çat pjesë e një mikpritje të kryeministit të Republikës së Kosovës, zotit Albin Kurti, që është një mik i gjithë neve, imi personal, i gjithë neve, por në veç ati është një mik i fuqishëm dhe i dashur i vatës. So, mëse edhe njerë vatër, kryeministër, ne vazhdimësi e bojmë punën tonë sa mundim dhe di. Si vatër e kemë luajtur një rol shumë të rëndësishëm të vitet e fundit, duke u mundu ta krijojmë një unifikim, një unitet ndër liderët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që t'jemi më të kujdesshëm dhe të sistemojmë gjanat aty ku duhet dhe mënyrën e nevojshme. Pastaj, jemi munduar këto vitet e fundit që të krijojmë edhe ura të reja mes State Department. Jam shumë i lumtur të them që vota jo vetëm që ka marrëdhënie të mira me State Departmentin, por kemi edhe lidhje partnershipi që ruajmë dhe çmuajmë me krenari dhe me kujdes. Njëkohësisht edhe me Shtëpinë e Bardhë dhe institucione tjera në Washington zyrtar, vazhdimisht. Kemi kriju marrëdhënie të mira me gjatë qeverisjes tuaj, me hershme, edhe kemi nënshkruar me memorandum mirëkuptimi që t'jeti mirë me kryetarin e parlamentit, zotin Konjufca, dhe kemi pas bashkëpunim të shkëlqyrë edhe me ju. Kemi munduar dhe kemi vepruar njëjtën mënyrë edhe me Tiranën zyrtare, që unë mendoj të ardhmen e afert do t'i hapim dyrë dhe do të krijojmë mura të reja dhe bashkëpunim më të afert, më të sinqert dhe më të fuqishëm. Kurse Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut, Presheva, Bojanoci dhe Medvegja kanë qenë numër 1 në këtë vend, në këtë shtëpi të shenjtë, mirëpritur dhe të kujdesur nga vatra dhe unë veçanti që e kom bos një kujdes të veçantë për ta, e kom vizitu gjithë, por që e marrë në ta sartë që e kom shku në Washington zyrtar është për menaxher atyre. Ne do të vazhdojmë edhe ta shëtutja, kryeministër. Jam shumë i lumtur që e këtu, je njeri parë që ke dalë në zgjedhjet e fundit parlamentare me i fuqishmit, po vdesh me dignitet. Dhe unë për vetën time jam shumë krenar me punën tënde dhe me vizionin tënd si vizionar dhe lider i fuqishëm. Njëkohësisht, heq gjitha konfuzionet
që mund marrë nga dika, që kryeministri i Kosovës është mik i Vatrës. Vatra është bashkëpunëtor dhe partner i State Departmentit dhe gjitha institucionet shtetërore amerikane. Ne gjithë jemi shqiptar amerikan tu dhe kemi njëjtën rol licenci si një amerikan tjetër në rrugë. Prandaj ne jemi me juve, kryeministër, e kam një kërkesë të hapur të Vatrës, duhet me kërku nga ti edhe si mik, po edhe si lider i madh i pakontestueshëm në Kosovë. Vatra kërkon që pasi kthehesh në Kosovë, ti thrasësh gjitha partitë politike, këtu në veçanti unë bëj një kërkesë personale të Lidha Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike, që tuleni rreth një tavoline vllaznore, nëse është nevoja taburra dhe grali dhe shipi shqiptar amerikanë në veçanti në Vatra, muj me qenë pjesë e saj, po e nevojshme. Nëse o nevojshme. Për ndryshe, insistojmë kryeministër që ju si fituesi zgjedhjeve i pakontestueshëm të i thrasësh edhe një herë dhe jo për shpirë faqe mos t'kena arsytim as opozita. Prandaj kërkoj falje, por dua që edhe është kërkesa ime, e kërkesa gjithë komunitetit shqiptar amerikan që edhe herë uli dhe gjene kompromisin, sepse edhe zgjedhjet janë alternativë kryeministër, rregullisht, po zgjedhjet kanë me dalë krejt në saj. S'fa mërmendja se ndrojnë qatë shokë. Prandaj, mos humbim kohë sepse Kosova s'ka kohë me humbë. Gjithë ta burra gra që janë këtu kanë kalu një pjesë shumë të madhe të jetës duke punu, vepru dhe kontribu për çështjen kombëtare. Kanë lënë fëmijët e tyre keq, familjar, punën e kanë lënë mangu. Bizneset i kanë cungu në proceset zhvillimit tyre individual dhe personal. Edhe kem drejta si Vatra, 113 vjeçare, duke fillu prej nolit e Gonicës, mi boni kërkesë tillë dhe uroj që tjeti Zot kryeministër. Unë e di që me energji pozitive dhe integritetin moralin që ke si individ dhe lider, besoj që amanetin e nolit e Gonicës dhe tyre qytetarëve të bashkëkombësve këtu e çon vend e përçon edhe të opozita. Faleminderit shumë. Bashkëdhetar shqiptar nga të gjitha trojet që vini, por edhe nga të gjitha shtetet e qytetit e SHBA-ve që keni ardhur sot këtu në selin e Vatrës son kombëtare dhe na keni bërë bashkë në një ditë të diel që është ditë pushimi. Prandaj unë ju falenderoj në veçanti që dikush e ka nda kohën e pushimit, por i falenderoj ata që ndoshta ka nda kohën e punës e disa edhe të studimit për një takim kaq të përzemërt dhe për një mikpritje kaq mbreslënse për mua. E falenderoj kryetarin e Vatrës, zotëri Elmi Berishën, dhe të gjithë juve që jeni përfaqësues të organizatave të ndryshme, zonjën Berisha, e cila tash na përfaqëson edhe me detyrën e saj që kryen në mënyrë profesionale dhe me integritet, por gjithashtu edhe si shqiptar që jemi, sepse secili prej nesh ka një detyrë të përgjithshme si shqiptar, por kemi edhe detyra të veçanta varësisht nga puna e profesioni ynë. Këto të dyja nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën, përkundrazi e plotësojnë njëra tjetrën. Është kënaqësi pra që të jem sot sërish mes jush, nuk është hera e parë që vi, por unë asnjëherë nuk e harroj edhe prandaj gjithmonë rikthehem tek ju, se është shoqata Vatra ajo e cila e ka shpëtuar Shqipërinë. Pa Vatrën dhe ndikimin që Noli e Konica kishin sidomos te ish presidenti i famshëm amerikan Woodrow Wilson dhe tek 14 pikat e tij për të drejtën e vetëvendosjes dhe për konferencën e Versajës nga e cila shpëtuam pa u coptuar Shqipëria,
ne nuk kemi se si ta kuptojmë peshën, vlerën e madhe të shoqatës Vatra, e cila është sigurisht historike, por unë do të thosha edhe aktuale, meqense vazhdon që të mbledh shqiptarët e të gjitha organizatave të ndryshme nga të gjitha trojet dhe shtetet e SHBA-v. Tash, siç e tha dhe kryetari Berisha, Noli edhe Konica janë dy korifet e çështjes sonë kombëtare, të cilët kanë dëshmuar që kur nuk është mjaft të punosh për kombin tënd dhe nuk duhet të kursesh as për nga vullneti e koha, po as për nga dija dhe aftësitë për të punuar për popullin tonë. Republika e Kosovës është gjithashtu rezultat i përpjekjes historike të shqiptarëve për liri, për barazi, për drejtësi e për paqe. Dhe unë jam i lumtur që bruto produkti vendor për kokë banori në Kosovë sot është 3 herë më i madh se sa në vitin 2008 kur e kena shpall pavarësinë, dhe është 6 herë më i madh se sa në vitin 2000 që është viti i parë pas çlirimit të Kosovës. Me fjalë tjera, pavarësia, liria, sovraniteti shtetëror, integriteti territorial kanë pasur edhe një dividend ekonomike. Nuk kanë qenë të rëndësishme vetëm për demokracinë dhe dinjitetin, por kanë qenë të rëndësishme edhe për ekonominë që është rritur e për mirëqenien të cilën po e shpërndaj. Prandaj, ndonë se nuk jemi shtet i madh, jemi shembull i madh së pari i ndërhyrjes ushtarake, humanitare, amerikane dhe të NATO-s në përgjithësi për ta ndalë gjenocidin e Serbisë, dhe së dyti jemi shembull i madh që zhvillimi e progresi në njërin anë dhe demokracia dhe lirit në anën tjetër shkojnë bashkë. Ju e dini që ka superfuqi sot në botë që dëshirojnë ta dëshmojnë që zhvillimi s'ka nevojë për demokraci. Mund të zhvillohesh të kesh mirëqenie pa pas liri dhe drejtat njerëzit dhe sundim të ligjit dhe demokraci. Por Kosova është një shembull që këto dyja shkojnë bashkë. Prandaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të rëndësishme për neve, por edhe ne jemi të rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse jemi dëshmi e angazhimit të saj të drejtë, i cili ka rezultuar i suksesshëm. Së fundmi, ne kemi bërë një marrëveshje të rëndësishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pranuar personat e shteteve të treta, dhe tashmë kjo ka filluar. Në administratën e kaluar kemi pranuar afër 2000 refugjat nga Afganistani, dhe kjo është dëshmi që kur vije puna të raportet e Republikës Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk pyesim pse, por vetëm çka e kur. Me fjalë tjera, i gjedhemi Shteteve të Bashkuara të Amerikës me aq sa kemi mundësi edhe për nevojat e kërkesat e saj. Gjithashtu, edhe kjo administrat e ka vazhduar programin e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit, grantin $202 milion për Republikën e Kosovës për energji të ripërtrishme, përkatësisht për bateritë akumuluese nga energjia e ndërsa që ne në anën tjetër i kemi hequr tarifat doganore në importet e mallrave që kanë origjinën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ishte 10% plotësisht. Republika e Kosovës ka marrëdhënie tridimensionale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra 3D relationship, themi ne. D-ja e parë është defense. D-ja e dytë është development, edhe D-ja e tretë është diplomacy. Pra nuk kemi marrëdhënie një-dimensionale, kemi marrëdhënie tridimensionale. Dhe në këto 4 vite kemi bërë investimin më të madh të mundshëm në ushtrinë e Kosovës. Kur jam bërë kryeministër në vitin 2021, ushtria e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës i ka pas rreth 2200 ushtarë. Tash i ka afër 5000 ushtarë. Pra më shumë se 2% të ushtarëve për 4 vite. Dhe kemi investu 300 milion euro në pajisje, në armatim e në trajnime. Kemi bërë zbarkuar në Kuwait me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kemi marrë pjesë në Defender 25.
është ushtrimi më i madh i NATO-s në Evropën lindore, ku kanë marrë pjesë 25.000 ushtarë nga 29 shtete. Në mes në këtyre 29 shteteve ka qenë edhe Republika e Kosovës. Pa e dini çfarë? Ne kemi qenë edhe në mes në 18 shteteve nikoqire, jo vetëm pjesëmarrëse. Dhe e dini çfarë? Komanda e ushtrimeve që janë zhvilluar, e operacioneve në teren, ka qenë e divizionit të 28 të ushtrisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe është bërë nga Gjakova. Republika e Kosovës ka hyrë në hartën strategjike të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për mbrojtjen e frontit lindor në kontinentin evropian. Dhe kjo padyshim që na bën shumë kënaqësi. Do të investojmë që aeroportin e Gjakovës ta bëjmë aeroport ushtarak të standardeve më të larta. Do ta ndërtojmë në marrëveshje me Shqipërinë, që tashmë e kemi bërë dhe në pajtim me studimin e fizibilitetit që po ashtu e kemi bërë, Hekurullën Prishtinë-Durrës, e cila brenda e ka segmentin Gjakov-Shkodër, e shkodran do të thoshin që ky segment është zemreku i kombit shqiptar. Për lojrat mesdhetare 2030, duhet të ndërtojmë 20 stadiume në 18 komuna. Kosova jonë e dashur është si një pjatë e kthyer përmbys. Lumejt dalin prej Republikës tonë. Burojnë lumejt në Kosovë, po derdhen në dete jashtë. Lumejt e Kosovës derdhen në detin Adriatik, në detin e Zi, në detin e Gje. Ne kemi nevojë që të kemi akumulim përmes liçeneve artificiale, që do të jenë edhe hidrocentrale për prodhimin e energjisë, por mbi të gjitha ujitje për anvisrinë, për bujqësinë, për industrinë. Këto janë projekte të mëdha, kapitale, të cilët ne dëshirojmë t'i bëjmë si Republikë e Kosovës, por në bashkëpunim edhe me partnerët aleatët tanë, natyrisht mbi gjitha Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Tjetra që është e rëndësishme të theksohet është se kur nuk ka pas në Kosovë ma shumë sovranitet shtetëror e integritet territorial se sa tani. Por këtë ne nuk e kemi bërë duke ja pasi non dikuj, por duke dashur vendin tonë. Sundimi i ligjit është pa kompromis. Nuk mund të kemi një ligj për shqiptarët e një për serbët. Ligji duhet i trajtojë të gjithë barabartë. Dhe sot nuk ka në Kosovë as grupe interesi, as struktura paralele, as skuadra kriminale, të cilët janë më të fuqishme se shteti i drejtë i Republikës Demokratike të Kosovës. Prandaj edhe këtë kemi arritur të ju falenderuar inteligjencës sonë, sigurisë sonë, policisë tonë, të cilët janë të trajnuar nga euroamerikanët në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra një farë mënyre, mekanizmat e shtetit pavarur të Kosovës, këtë që po bëjnë, e kanë mësu edhe këtu prej jush. Se ju jeni shqiptar po edhe amerikan, ju jeni amerikan po edhe shqiptar, e ju jeni ura e vërtet që i lidh dy vendet dhe dy popujt tanë, e pikrisht kjo urë është edhe mundësia edhe kushti për progres të madh të Republikës Kosovës e të kombit shqiptar në shekullin 21. Kumbetëm, tash po presim çfarë na thotë gjykata kushtetuese, ne jemi për të funksionuar, ne jemi për të ecur përpara. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, besoj që do të filloj të më rrjedhë dhe afati mua, unë do t'i kem 15 ditë për me formu qeverinë. Nëse se formoj qeverinë për 15 ditë, atëhere zonja presidente e ka të drejtën m'ia dhon dikujt herën e dytë. Po është në diskrecionin e saj, çka bën ajo më tutje. Dihet që herën e parë e ka partia fituese, në këtë rast unë si kryeministër aktual dhe kryetari i vetëvendosjes, e herën e dytë nuk dihet. Pra le të fillojmë me rrjedha fare. Unë besoj që do ta bëjmë qeverinë, ku mbetëm, tash po presim çfarë na thotë gjykata kushtetuese, ne jemi për të funksionuar, ne jemi për të ecur përpara. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, besoj që do të filloj të më rrjedhë dhe afati mua, unë do t'i kem 15 ditë për me formu qeverinë. Nëse se formoj qeverinë për 15 ditë, atëhere zonja presidente e ka të drejtën m'ia dhon dikujt herën e dytë.
po është në diskrecionin e saj çka bën ajo më tutje. Dihet që herën e parë e ka partia fituese, në këtë rast unë si kryeministër aktual dhe kryetari i vendosjes, e herën e dytë nuk di. Pra le të fillojmë me rrjedha fare. Unë besoj që do ta bëjmë qeverinë, edhe unë e pranoj sfidën, testin e kryetarit Elmi Berisha, që pasi që të na vjen ky aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që do të bëhet javën ardhshme, patjetër nesër pas nesër, në fillim të javës ardhshme ta kemi këtë aktgjykim, unë jam edhe i gatshëm, edhe i interesuar, edhe i vullnetshëm që të ulem me parti të tjera e desin të parë. Edhe unë e pranoj sfidën, testin e kryetarit Elmi Berisha, që pasi që të na vjen ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese që do të bëhet javën ardhshme, patjetër nesër pas nesër, në fillim të javës ardhshme ta kemi këtë aktgjykim, unë jam edhe i gatshëm, edhe i interesuar, edhe i vullnetshëm që të ulem me parti të tjera e desin të parë. Në shkurtërisht dhe koment. Shkurt, përgjigjet e jep kryeministit. Veç desha me thonë, nëse krijohet qeveria, edhe nuk zgjidhet presidenti për shembull, atë shkohet prapë në zgjedhje, right? 4 mars është shtafati i fundit kur duhet të kemi zgjedhje të suksesshme për president. Herën e parë duhet të kesh 80 deputet në sallë dhe spaku 80 vota. Herën e tretë duhet të kesh spaku 80 deputet në sallë, po mundesh edhe me 61 vota. Pra ne në para se me ardh pranvera sipas kalendarit, duhet ta kemi të rrumbullaksuar këtë gjë. Nëse nuk e kemi, duhet me shku zgjedhje pa. Mendova se është me 3. Me Fiqeleshi, vi nga Shqipëria, nga Korça, kam këtu për 20 vjet dhe kam jam presidente kryetare e Vatrës në Worcester, Boston, Massachusetts dhe disha të bëja një pyetje. E kam të shkurtër. E kam kryer ndryshe nga ato që ka folë. Po më pëlqevi dhe fjalimi jot ishte shumë komfort. Si kryeministër, ju dhe Rama, çfarë po bëni për bashkimin kombëtar të shqiptarëve? Zonja Efi Qeleshi nga Korça. Kur të vish në Kosovë, mbi emri ju të ndryshon bot Efi Plisi, se ne Qeleshi si themi Plisi. Por unë po e përmendi këtë gjë sepse emrat e ndryshëm nuk i bëjnë gjërat e ndryshme. Ndoshta në një gjë i themi pak më ndryshe. Po i themi pak më ndryshe dhe Gjakova prej Llopit. Lere më Prishtina nga Korça. Shpesh herë dallimet më të mëdha mund të jenë Shkodër Sarand se sa Shkodër Gjakov. Ne nuk i harrojmë asnjëherë që në vitin 1878 ishte një kongres fatkeq i Berlinit që na ndau, e thua se kjo nuk ishte mjaft, u bë edhe konferenca e Londrës, ku përfundua me një Shqipëri administrative që ishte veç se 1/3 e territorit e rreth gjysmë e popullsisë. Prandaj kjo është një traumë në kombin shqiptar, e cila natyrisht që duhet të trajtohet prej gjithëve, po para se gjithashtu prej politikanëve. Dhe më lejoni t'ju them që sa i përket bashkëpunimit midis dy qeverive tona, bërjes së marrëveshjeve të reja dhe zbatimit të atyre marrëveshjeve, asnjëherë nuk kanë bashkëpunuar më shumë dy qeveritë se sa këto tona. Kryeministri Rama në mandatin që shkoi dhe unë në këtë mandatin që s'po shkoj. Për marrëveshje bilaterale, shumë mirë është duke ecur. Prej faktit që kemi tashmë një abetare, para vitit 2021, në Shqipëri dhe në Kosovë janë mësuar 2 abetare të ndryshme për fëmijët në klasë parë. Prej asaj, e deri te 26 vendkalime të reja kufitare që i kemi bërë për popullsitë atje, dhe për çështjen e lejeve të punës e kështu me radhë, janë 58 marrëveshje substanciale. Tash, a ka ndonjë dallim? Ka dallime. Unë kam dallime me kryeministin Rama, kam dallime jo rroll edhe me partnerët tonë, por në përgjithësi mund të them që këto dallime kanë të bëjnë për qëndrimin Kafshi Beogradit tonë. Që aty po dallojnë. Stas po e kanë siguruar qëllimin. Do të thonë,
këtu po dallojnë. Unë nuk mund ta fshehi këtë gjë. Unë përpiqem që ti informoje, ti formoje, ti edukoj me gjitha aftësitë e mia. Po ato nuk jetë pakufishme. Prandaj dallimet që i kemi vetëm sa i përket qëndrimeve dhe qasive tona karshi Serbisë. Dhe besoni, nuk jena ne kundër Serbëve, po Serbia është kundër nesh. Serbia e cila është bërë një Belorusi e Ballkanit. Tash ky presidenti i Serbisë është sikur Lukashenko, veç se në vend mustaqeve ka syze. Kokën e vet do ajë. Prandaj, dallimet që kemi, qoftë me Tiranën zyrtare, qoftë me partnerët edhe aleatët tonë evroamerikan, shpesh herë kanë të bëjnë veç se karshi Beograd. Ne s'bëjmë asnjë gjë nga mlefi e përinat, po për hir të sundimit të ligjit dhe drejtave të njerit. Besoni që është i madh numri i serbëve që na falenderohet që i kemi çliru prej atyne strukturave kriminale të Radojqiqit që kanë bërë zullum edhe ndaj serbëve të Kosovës e jo vetëm ndaj shtetit të Kosovës. Këtu e kemi një farë dallimi, po unë nuk besoj që kjo është pengesë për të esur ne përpara. Ju e dini që unë nuk jam pajtuar me modelin e Ballkanit të hapur. Unë doja Ballkan evropian, thosha Ballkani i hapur nuk është mjaftueshëm evropian, e Ballkani evropian është mjaftueshëm i hapur. E besoj që doli se mire pota. Ku është Ballkani i hapur? Që nuk është këta që s'po pajtohen me qeverinë e Republikës Kosovës, po merr ca kokje. Andaj unë besoj që bashkimi i shqiptarëve me simbol vatrën këtu është një intencë historike e cila shprehet në mënyra të ndryshme, por para së gjithash ne kemi për detyrë që kudo që janë shqiptarët të faktorizohen për barazi, jo për të sunduar tjerë, po për të mos u sunduar kur më nga të tjerë. Dhe më lejoni ta them një gjë të fundit në këtë aspekt. Shekulli 20 ka treguar që shqiptarët mund të bëjnë ose shtet të fortë ose shtet demokratik. Shteti ishte i fortë, po jo demokratik, si në kohën e Ahmet Zogut, ashtu të Enver Hoxhës. Ndërka që në kohën e fanolit tonë dashur, ishte demokratik, po si ishte i fortë. E në shekullin 21, ne duhet ta dëshmojmë vetes tonë, brezave që vinë pas nesh, por edhe fqinjve në Ballkan, e partnerëve tonë evroamerikanë më të saktë. Desha veç një pyetje që edhe pse jam nga Maqedonia e Veriut, po desha një pyetje kështu më që është në interes të të gjithëve. Që në kohën e Pashiqit më vonë edhe në shkrimet e Gjillasit se si mendon të vepron me shqiptarët, gjua ishte një ndër agjendat kryesore. Standardizimi i gjuhës, uniteti gjuhësor. E dim se vitet 70-80 kjo ishte shumë mirë shprehur në Kosovë dhe shumë i afroshte Kosova gjuhës standarde. Sigur pak ky rregull prish, a keni një plan program që pa bërë unitetin gjuhësor ne nuk mund të flasim për bashkimin kombëtar. Edhe ne kemi Fatima që kemi 2 dialekte krahasim me gjerman që kanë 6, nuk e kanë këtë problem fare. A mendoni se institucionet e Kosovës do të angazhohen pak më shumë në këtë drejtim? Pajtohem plotësisht me mua këtu është përveç konsullit të përgjithshëm profesor Bleri Mrekës, edhe zëvendësministrja për punë të jashtme dhe diasporë Liza Gashi. Ne bashkë me Ministrinë e Arsimit po përpiqemi që ta forcojmë mësimin e gjuhës shqipe në Mërgat, sepse ne jemi komb i flamurit ton të kuq me shkabën e zezë 2 krenare në mes, ne jemi komb i vetdijes historike të luftrave të lavdishme, por edhe të vuajtjeve të papërshkrueshme, ne jemi komb edhe i traditave, i dokeve, i zakoneve tona. Ne jemi komb edhe i përkatësisë shqiptare, por edhe i origjinës ilire, veç se mos të harrojmë një gjë. Para zgjithësh mbi të gjitha jemi komb i gjuhës.
Jemi shqiptarë sepse kemi gjuhën shqipe. Prandaj kjo duhet të trajtohet me prioritet dhe unë besoj që varet shumë nga institucionet e shteteve tona, varet shumë nga organizatat e mërgatës, jo vetëm si Vatra, po shumë të tjera që janë, edhe në Evropën perëndimore, por le ta themi hapur, varet shumë edhe nga prindrit. Unë besoj që një rol kyç e kanë prindrit dhe shumë e rëndësishme që ata t'ja kushtojnë kujdesin maksimal mësimit të gjuhës shqipe për fëmijët e tyre. Unë kam parë shumë prindër të brengosur në Evropë se mos po ju asimilohen fëmijët. Po edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Troje madhe nga asimilimi. Po unë po ju them, ka një mënyrë të sigurt që është edhe mundësia dhe kushti dhe garancia që do të keni integrim të suksesshëm pa asfar asimilimi, e kjo është mësimi i gjuhës shqipe. Ju veç fëmijëve të juaj ja mësoni gjuhën shqipe, gjuha shqipe bën punën mas ne. Ju s'ke nevojë më mendu ma ne. Nuk asimilohet ai ku ta mëson gjuhën shqipe. A nëse s'ja mëson gjuhën shqipe, atëherë mund të lindin probleme të tilla. Ne do të bëjmë gjithçka me shtetet tona, edhe Ministria jonë e Arsimit me atë të Shqipërisë bashkëpunojnë, ambasadat tona, në dërgimin e teksteve shkollore e kështu me radhë, por na duhet një raport i ri midis mësimdhënësve dhe institucioneve në njërin anë dhe prindërve si prindër të nxënësve fëmijë në anën tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme të kihet parasysh. Zoti Kryeministri Doktor Adem Sinanaj, unë kam qenë koordinator i fondit të ushtrisë shënimtare të Kosovës. So, vetëm pak sa briefly, po them, kur ka qenë ai entuziazmi shumë i madh, do që ndihmohet ushtria për shërimin për lirin e Kosovës dhe krejt komuniteti shqiptar anë mbar botës u ngritë kupton që ta ndihmon ushtrin shërimtar të Kosovës. Ne kemi ditë që kur shlirohet Kosova, për menimin tim, unë po mendova që edhe një fëmijë nga Djepi do ngrihet në kam e ta bëjë çfarë shtet si Zvicër vogël. Por situata ka ndryshuar pak si deri tani deri në ordin tonë. So, pyetja ime është e para, ku e gjanë tënat energji që me qëndu gjitha këtyre presioneve që i ke një, e dyta, qoftë se për shembull pëlqeu një fjalë jote që dhe në zgjedhjet e fundit, atë që populli kësaj këtyre të tjerëve që ka dhënë, dhe kur ti unë s'u t'i japin tavolinë, pyetja ime është mos Chopin edhe mos i japin tavolinë, sepse me qeverisjen tuaj digniteti i kombit shqiptar në përgjithësi është kthye shumë mirë marrë. Edhe pyetja e dytë është nëse lista serbe e keni shpallur si listë terroriste, si është e mundshme që këta të tjerë të insistojnë ta propozojnë një antar i cili pothuajse në bazë informative të fundit ka qenë edhe antar i atij grupit terrorist që ka qenë në Bajsë. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë. Kështu kur disa më thojnë mos gjopeja, mos u dorëzoa, mos u nënshtro, për besë mi tregu drejtën mu që e më duket ma vështirë. Kjo mos me lëshu pe, mos mu dorëzu, mos mu nënshtru, mu duhet kjo makollaj. Ku njëm të e batë pjesë që është makollaj. Ajo tjetra është ma vështirë. Pra, nuk... unë kam zjedhë rrugën ma të lehtë. Edhe mirë po shkon. Çfarë mundimesh të papërballueshme shpirtërore të ndërgjegjes do të ishte, po të mos ishte kështu. Një farë mënyre, kjo që duket me vështirë, në fakt është majnë. E dyta, unë ju kisha lutur të gjithve, përmes juve edhe familjet e juaja, meqtë e dashamirë, bashkëpunëtorët, kolegë që keni, për Republikën e Kosovës, për Republikën e Shqipërisë, për kombin shqiptar në përgjithësi, qëndrimin më të lartë, më të madh, do të me mojt vetë na shqiptarët. Nuk munden të tjerët me pas ambicje për neve më të madhe se na vetë. Edhe nuk është në rregull kjo gjë. Nuk është në rregull synimet për kombin shqiptar me i pas dikush tjetër përveç shqiptarëve më të mëdha se shqiptarëve. S'është në rregull. Na do të mi pas më të mëdha, e mandej tjetër na ndjekin. Na ndjekin deri kur të mujnë. Edhe nëse se realizojmë krejt, shkojmë shumë afër. Ama ne duhet me i pas qëndrimet më. Bile, më tregu drejtën, nëse ka një Amerikan, i cili me qëndrimin tonë për kombin shqiptar pajtohet, ti nuk i shkon deri veç mu gëzu, po edhe mu brengos.
Pse se kiti hala më shumë. A kuptoni? Të thonë, na duhet mi pas ambicet më të mëdha për veten tonë. E a keni vrejt që shpesh herë në politik na shqiptarët sa të mëdha kemi ambicet individuale. Ma gjeni një deputet në kuvend të Shqipërisë, në kuvend të Kosovës, të cilët do t'i thoshit, a do të më bo kryeministre të tjo. Bile, shumë prej tyre, me po më thonë, a do më bo kryeministre, thoj, ky po di ka diçka. Pra, e kuptoni, na shqiptarët ambicje shumë të mëdha për individet tonë. A kur vjen puna te kombi, alen, kështu, we settle for less. Alen, dëvon, me mujt pak për veti si individ mi pas ambicet pak ma të vogla. E për republikat edhe kombin ndonë shqiptar ma të mëdha, qatë herna, edhe jemi nivel detyres, ka shiri lindasit e dëshmorëve të kombit e tu që shtri shqimtarët Kosovës, por edhe ka shi fëmijëve që s'kan lind hala. Se ata fëmijët që s'kan lind hala jënë të në aksyr neve. Qa o bojnë? Se kur të lindin kanë në aksyr që kanë. Kanë me thonë, qysh bre gjysh më leja që shtu, ose gjysh, ose stërgjysh. Dhe me thonë, na duhet me menu pak se s'kena përgjegjësi për botën që kena gjenë, po kena përgjegjësi për botën që jalom aty në tjere pas. Pra, ambicjet kolektive me rritë. Dhe tjetra, problemi kryesor për demokraci, për siguri, për paqen, Ballkan është Beogradi. Beogradi është problemi kryesor. Serbia është problemi kryesor, unë besoj shqiptarët janë zgjidhja. E tash, kur vjen puna me denoncu Serbi, edhe aty denoncimi ynë, kundërshtimi ynë, do të me qenë maj force e Amerikanë, maj force e Evropianë, maj force edhe i fshinjve tjerë, se asë një prej tyne s'ka hje kësana. 4 gjenocide për 150 vjetë. Një genocid është 1875-1880, Sanxhaku i Nishit, kur na kanë përzon për atje. Genocidi tjetër është në luftat ballkanike, 1912-1913. Genocidi tjetër është 1944-45. Dhe genocidi i fundit është ky 1998-1999. Për 150 vjet, 4 genocide. A din sa janë 150 vjet? 2 pleq ka 75 vjet. Qaqim 150. Pra 2 pleq ka 75 vjet, që bojnë 150 vjet, 4 genocide i kanë përjetu. Edhe thojnë normalizoj marrëdhëniet me Serbin të ndryshu ti. E më të ndryshon ai? Sulimi normal. Do thonë, prej nga u bot që agresori është normal, a viktima nuk qenë ka normal. Unë kur nuk e harroj që janë 4 genocide për 150 vjet. Edhe këtë duhet mja përsërit gjithve. Prandaj, edhe karshi Serbis, hegemoniste, proruse, kriminale, fashiste, genocidale, edhe karshi Serbis si shtet, jo popullit sërb, po karshi Serbis si shtet, dhe karshi ambicjeve tona si kom, na du të me qenë ma të avancuar se meqt partner të aliatët tonë. Kjo është shumë rëndësishme. Unë kisha thonë që këtë me qenë para kushti për më marrë me politikë kombëtare përfaqësuese. Kjo është ajo që ka Tropoja, ku ju prezentoj nga New Jersey, shiko, ne Tropoj, qofse lidheshin 2 burra e përpjet në Kosova, gjithmonë Kosova ka qenë epicentra në atë kohë, sepse ne jemi gjithë daje nip me Kosovën, me Gjakovën, me Prizrenin, me gjithashtu. Tashin për mos mu zjatë. Ne ju kam njek në gjitha ato gjana dhe jem shumë okej me ju dhe vazhdojnë e kështu sepse ne jemi me ju. Unë kam vetëm një kërkes, gjytja uaj. Tropoja kalon 2 dogana. Kalon qafën e Morinës të Kukësit dhe qafën e Morinës të Tropojës. Mu nuk më pëlqen kjo dogana shqiptar. Ju lutem në hyrni edhe me Tiranë edhe me këtar, minimizoni këtë punë, sepse nga Tropoja nga Tirana për ta ngarku një makinë me madhë, më shku në Tropoj, rrugë zjati bjen ju e dini. Kështu që mund unë lehtësone këtë dukuri, sepse është në të mënyrë ati populli, se gjithmonë ka qenë për krah Kosovës. Edhe kam besim të ju që do bëni diçka. Janë 26 vendkalime 3 kufitarë. Nuk e dija ka të tillë që mund të shfrytëzohet edhe për Tropojanë. Do ta shikoj e do të lajmërohem. Por
arsyeja pse e kemi këtë problem tash me dogone, me vendkalime kufitare, është do për shkak se sistemet softverike të dy shteteve nuk janë kompatibile. Ato janë dhënë për shumë vjet. Dhe po kanë probleme me harmonizu edhe ministritë e punëve të brendshme të financave. Ky është një çështje teknike, se shpesh herë problemet janë teknike. Por unë plotësisht po pajtohem edhe do ta shikoj këtë. Gjykata kushtetuese na ka dhënë deri me datën 30 shtator mos u mlidhni. Kështu që javën ashme filloj më mbledh dhe kjo është ushtrimi më i mirë që mund të pas, po kam frikë që atje nuk është kaq mirë si këtu. Se brengat e juja janë brengat e vërteta, shumë autentike, që janë të popullit shqiptar. Unë çka duhet të them është që forcimi i Republikës Kosovës edhe Republikës Shqipërisë do t'jetë edhe ekonomiko-industrial, por do t'jetë edhe ushtarak e mbrojtjes. Në të dy fushat, ne do të forcohemi e do të ngritemi gjithë një më larg. Paralelisht me këtë është nevojshme të afrohemi e bashkëpunojmë sa më shumë, dhe ky bashkëpunim i yni të ndihmojë edhe shqiptarët që janë jashtë Kosovës dhe jashtë Shqipërisë. Por gjithçka duhet vi prej poshtë. Ne shqiptarëve na konvenon demokracia. Na jena popull paqëdashës. Neve na konvenon demokracia. Edhe vetëvendosja është vetëvendosje prej poshtë. Karakteri i vetëvendosjes është demokratik. Vjen prej popullit. Vetëvendosja nuk është vetëvendosje e liderëve. As vetëvendosje e shteteve. Është vetëvendosje e popujve. Prandaj në këtë kuptim shtetet duhet të ndihmojnë vetëvendosjet e popullit. Kështu e shohun ecjen tonë përpara. Sa më shumë që punojmë, aq më shpejt bëjmë. Dhe unë nuk mendoj që duhet të zgjedhim ose në forcim të aleancave euroatlantike, ose në forcim të ushtrisë tonë. Ne po e forcojmë ushtrinë tonë, po e rrisim ushtrinë tonë, pikërisht nga bashkëpunimi me NATO. Duke bashkëpunuar më shumë me NATO, ne jemi duke e rritur ushtrinë tonë, kemi bler drona Bayraktar, kemi bler drona të tjerë, kemi bler shumë municion, dhe kemi me bërë fabrikën e municionit, dhe a dini pse? Sepse lufta në Ukrainë, pas agresionit rus, ka treguar që paraja blen gjithçka përveç municionit. Mos e pash municionin tënd, mundesh me ndodhë situatë që kërkush nuk të shet, pavarësisht sa shtrejt ti mund blesh. Prandaj na nevojitet fabrika e municionit. Pra, forcimi ynë në njërin anë dhe forcimi i aleancës për mu shkojnë bashkë. Dhe fundja, aleancat edhe partneritetet kanë kuptim pikërisht pse të forcojnë ty. Një miqësi me dikend që nuk të forcon ty, duhet me u rishqyrtu. Ama një miqësi me dikend që të forcon ty, që është miqësi e vërtet. Domthon, çfarë miqësi e partneriteti e vërtetë se të forcon ty. Do të më thonë që në administratën aktuale amerikane, sa i përket blerjes së armatimit për na shkon puna dhe mami. Kjo është për neve shumë e rëndësishme. Dhe kemi kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që sa më shumë të bëjmë ushtrimet përbashkëta, të bashkëbarkojmë. Kanë nevojë ushtarakët tonë, oficerët tonë me u trajnu sa më shumë. Edhe udhëtimet jashtë vendit që i bojnë zyrtarët e shtetit Kosovës, mbi 80%, dini kush janë? Ushtarët edhe policë edhe oficerët tonë. Ushtarët edhe oficerët e FSK-s janë mbi 80% të shpenzimeve të udhëtimit, sepse na i çojmë ata edhe jashtë kontinentit evropian, në për baza ushtarake amerikane edhe evropiane. Jemi të interesuar të sjellim sa më shumë të në West Point dhe në Citadel, që me ushtru sa më shumë. Pra, dikur kanë udhëtu shumë zyrtarë shtetit. Unë kam marrë tash veti 5 në me. Edhe kjo është grupi madh bile, shpeshherë shkoj veti 2, veti 3. Pra, nuk janë zyrtarët e shtetit, zyrtarët civil, publik, qëta që i kanë shumicën e udhëtimeve tash. Shumicën dërmuese të udhëtimeve i bojmë me oficerët dhe ushtarët tonë në mënyrë që mi marrë trajnimet më moderne,
sa i përket aftësive ushtarake, po edhe luftarake. Krejt në fund edhe njëherë po e përsëris atë që besoj është më e rëndësishmja, unitet kombëtar, pluralizëm politik, orientim euroatlantik, dhe për kombin shqiptar e për republikat tona, kur miqtë tonë evropian ose amerikan e mojnë gradën 7, na duhet 8. Nuk po thomune që kur ta të mojnë 7, na me shumë 70. Po, na ma poshtë nuk po, peshmanat. Njësoj edhe sa i përket kundërshtimit të Serbisë, e cila nuk po e ndryshon qëndrimin karshi shqiptar. Ndoshta një ditë, populli serb ka me e pru një qeveri demokratike, që kam i pranu krimet nga e kaluara, kam e kërku falje e do të ndodhë pajtime. Ajo ditë nuk po duket e afërt, por nuk është e pa imagjinueshme. Veç deri në qatë ditë, sa s'na njohem neve qështu, na nuk kena qysh mos me menu që e kjera një kojshin keq, e qysh ka thonë populli jonë, kur e ki kojshin e keq, ku u shkëndët me pas pjatë. Dashur bashkëdhetar, përpara Vatrës do bëjmë një foto me kryeministin dhe kush ka dëshirë të bëjë edhe foto private me kryeministin. Gjithë bashkë para